Kjo është dinë e veçantë, është Parlamenti i Kosovës është një objekt ku mirën ligje, ku shteti funksionon përmes parlamentit, përmes ligje, përmes kësaj strukture politike. Blokada është shumë, nuk di si ta quaj, nëse quaj skandaloze, nuk ka pas nevojë e panevojshme të bëhet një blokadë e tillë, kur të gjithë jemi shqiptar, të kuptojmë të mirë me vesh mes vete dhe ta kemi një shtet të cilën të krenohet e gjithë Evropa, gjithë vendet tjera, po ndodhi kjo çka ndodhi. Edhe se dhe ku marrë bashkëshortin edhe nonën të, e kam një emocion shumë të madh, se jena një republikë e re, edhe menojna mu zhvillu si shtet. Edhe besoj që çdo shqiptar, pa marrë parasysh partisë politike, unë besoj që çdo parti politike jonia shqiptare është për shtetin tonë, edhe unë e kisha bërë si një apel, e ku marrë edhe çikën e vogël, se ardhmëria jonë veç shtetit tonë. Kam një pyetje shumë thjesht, si për pozitën, si për opozitën, ne diaspora ku kemi vendin këtu po vend. Unë besoj që e kena dhënë maksimumin edhe ne jemi të japë vazhdimisht, edhe besoj që i takon diasporat mi pas njerëz deputetët e vetë në parlament, se ngelem të njëherë me një parti, njëherë me një parti tjetër, herë me një parti tjetër si paterisë. Mu po m'vjen mirë që numri i bashkëdetarëve që vinë në Republikën e Kosovës përfshirë edhe këtë vit është shumë i lartë. Po m'vjen shumë mirë që nuk e harroni Kosovën edhe në procese të rëndësishme si që janë ato zgjedhore, që pavarësisht disa burokracive e pengesave që nga njëherë mund t'i keni, ju ose vini fizikisht, ose votoni në ambasada dhe konsulata, ose votoni përmes postës. E di që janë disa në Kosovë që nuk e duan që ju t'jeni pjesë aktive e zhvillimeve të brendshme, por mos u dekurajoni. Nuk ka kush ju ndalë, ju jeni qytetar të Kosovës. Çdo aktivitet institucional që ka të bëjë me bashkëdhetarët tonë, me mergatin tonë, është e rëndësishme sepse mbi të gjitha mergata dhe populli i saj janë një, dhe sigurisht që bashkërisht kemi qenë në kohë të më të vështira, sikur në mbështetjen e luftës, sikur në shtetëndërtimin e vendit. Besa ata janë ambasadorët më të mirë të vendit tonë, sepse atu ku nuk më rrinë edhe ambasada, ku nuk më rrinë edhe fjala një politikanit, më rrinë dora e një shqiptarit punëtor, dora e një biznesmeni shqiptar që ka rritur me mundin dhe sakrificën e vetë, dhe na si mas pari si qytetar këtij vendit, pastaj edhe si politikan, jemi shumë krenar për mergatin tonë. Por sigurisht që këtë mergat nuk është mirë vetëm të kemi vetëm në kohën e zgjedhjeve, por të mirëmbajmë kujdesin, të mirëmbajmë komunikimin, që të ndërtojmë urat bashkëpunimit dhe të krijojmë edhe ambasador të vullnetit të mirë,